Kalim pak tek dashuria. Po. Je tip dashuronjësi, do thoshte në një prashëri nga prashëri. Në shkuptime ke kjo. Unë dashuron me shpirt. Patjetër. Unë dashuroj edhe këtë intervistën sot. Shumë dashuri. Shiko, njerëzit pasionant, ti i kupton që kur hecin, që kur flasin, në mënyrën si e hani drejt ose se si e bën një bisedë. Edhe mund ta lexosh një person që sa pasion ka dhe si e bën një gjë, i bën gjitha gjërat. Nuk mund të ndryshosh në këtë. Dhe sigurisht në dashuri, njerëzit ne janë all in. Do të thënë, Po, pasionant të mëdhenj. po. Dhe duket që ke krijuar një familje shumë të bukur me Amin, Amardën. Amarda Toskën. Po Amarda se ka marrë mbiemrin tënd? Jo, sepse ishte e njohur në... Që nga koha e portokallisë. Po, edhe mund ta mbante këtë. Edhe ti nuk e kundërshtove. Patjetër. As nuk merdi keq, sepse mendoj që ashtu duhet ishte, ajo ka identitetin e vet, edhe nuk është rasti. Dhe keni 2 fëmijë shumë të bukur. Ama fëmijët e kanë mbiemrin tim. E pra, se jo, fëmijët jam mora. Thash se... Zbohet llaf.